Ani gati? Perfekt. Atër falenderes për këtë mundësi që t'ju drejtohemi. Ne përfaqësues e subjekteve politike të komuniteteve jo shumicë në Kosovë, jemi si zakonisht për formimin e institucioneve sa më parë dhe sa më shpejt, në mënyrë që të ketë stabilitet dhe qëndrueshmëri përfaqësimi edhe në Kuvendin e Kosovës, po edhe në qeverinë e Kosovës. Po e përcjellim me vëmendje këto zhvillimet e fundit, edhe na duhet t'i themi një dy gjëra të cilat ne si parti politike të përbashkuar në një grup politik, se grupin politik e formojmë pas kustimit e Kuvendit, kemi një vrejtje të madhe në deklaratën për median të zotit Abezgjiku, i cili bën thirrje vetëm partive dhe subjekteve politike shqiptare edhe përjashton përfaqësues e komuniteteve jo shumicë në Kuvendin e Republikës Kosovës, partitë parlamentare. Këtë jo nga fakti që po presim një ftesë për të ju përgjigj, mirë po kjo çështje përjashtuese nuk është në frymën e Republikës Kosovës, nuk është në frymën multietnike të Republikës Kosovës, dhe për këtë duhet të kemi një vrejtje të drejtë për drejtë. Në anën tjetër, në shkresën cilën e ka drejtu tek lideri i lëvizjes së vendosje, përmend edhe një fakt tjetër që thotë stagnimi 4 vjeçar. Këtu ne nuk pajtohemi nga fakti i mundësisë që kemi pas sikur parti politike të komuniteteve jo shumicë në Kosovë kemi të përfshim në një qeveri. Për herë të parë kemi një zëvendës kryeministre që nuk vjen nga komuniteti serb. Për herë të parë kemi një gjithë përfshirje të komuniteteve në qeveri, dhe për herë të parë kemi pas një qeveri e cila është e interesuar të ndihmojë secilit, e në radhë të parë atyre që kanë më së shumti nevojë, komunitetet, ka pas investime të jashtëzakonshme në përmirësimin e jetës dhe kushtet të qytetarëve nga komunitetet pakicë në Kosovë. Kështu që këto janë qëndrimet tona. Ne edhe një herë po e rikonfirmojmë që jemi për formimin sa më të parë të gjitha institucioneve, edhe si komunitete jemi gjithmonë në mbështetje të demokracisë edhe të përgjegjësisë tonë sikur përfaqësues politik në Kuvendin e Kosovës. Unë e sqarova shumë mirë konferenca për media, ku bëhet thirrje për partitë politike shqiptare dhe përjashtohen komunitetet tjera, edhe letrën referohen vetëm pjesës ku thotë që ka stagnim, dhe këtu nuk pajtohemi të kjo pjesa që ne e sqarojmë. Gjithë përfshirja e komuniteteve në qeverinë Kurti 2, edhe investimet publike tek komunitetet tona. A do të marrë pjesë në konsultime? Unë nuk preferoj të flas në mënyrë hipotetike. Ne po flasim tash për një veprim politik konkret. Hymë në sallë, e votojmë kryetaren e Kuvendit të propozuar nga lëvizja vendosje, si përfituese zgjedhjeve dhe drejt me aktivimin e gjykatës kushtetuese, dhe pastaj flasim për institucione tjera. Ju falenderoj shumë. Nuk kemi pas ftesa u kon veç për politikë